parit falenderoj për ftesën Fati. E dyta, ju na ilumunuat me çfarë aktiviteti kryeni dhe parashtruat shumë qartë për çfarë keni ardhur, çfarë kërkoni dhe çfarë mund të bëjmë. Librazhi nga vetë natyra është një zonë botërinore malore ku i ka të gjitha komponentet natyrore. Biodiversiteti me ekosistemet e tij është i plotë, si fauna dhe flora. Por problemi i madh këtu në këto zona, në këtë korridor që thoni ju, mbadje e quat deri në malin e Domorit, sepse patjetër që është një varg malesh Sopoti dhe deri atje. Unë e kam trajtuar në konceptin tim që parku kombëtar i Shebenikut është njëra barkushe. Barkushja tjetër është Sopoti, Dardha dhe gjithë kjo zonë duke qenë deri në Zavalin me Elbasanit. Që të dyja këto e ekuivalente me njëra tjetrën dhe nuk bëjnë pa njëra tjetrën. Do të ishte e plot që t'i jepim një hapësirë edhe zonës të Sopotit që të ishte një park i dytë kombëtar në rrethin e Librazhit, sepse në qoftë se do bëhet harta e re territoriale, do jetë një rreth prenasi me Librazhin, pra do jetë një bashki. Ne për fatin e mirë kemi një lugin shkumbine që është një ndër luginat më të bukura, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më tej. Por çka përdora njeriu? E ka shkatruar. Dhe përpjekjet tona si komunitar, si qytetar, si barzonas, janë të pamjaftueshme për të realizuar atë që duam të kërkojmë. Sepse ne nuk jemi kundër zhvillimit, jemi pro saj. Jemi që të bëhet rruga, të bëhen ndërtime, por ato duhet të jenë proporcionale me natyrën. Sepse çfarë jemi këtu ne? Ne duhet ta ruajmë mjedisin dhe duhet pranojmë zhvillimin. Po që t'i bëjmë këto, duhet të funksionojnë gjithë komponentët, qytetari dhe institucionet. Unë shikoj që institucionet për fatin e keq, jo sot, po sot e 35 vjet kanë vakanca të jashtëzakonshme. Jo vetëm për potenciale intelektuale, por kuptohet që kur ndodhin këto katraura mjedisore, është rishfeti në mes. A kemi fuqi ne ta ndalojmë? Ne fuqi s'kemi ta ndalojmë, por kemi fuqi ta denoncojmë, kemi fuqi që të lëmë gjurmë, kemi fuqi që të bëjmë atë që duhet që komuniteti të ngrihet, na bashkohet rreth ruajtjes së mjedisit. Është jeta, mjedisi është jeta. Po shikojmë nga Elbasani deri në Çukës, lugina e Shkumbinit është e shkatruar, përfundimisht. Po pse është shkatruar? Është shkatruar një luginë për të ndërtuar një rrugë. Ndërsa unë mendoj që duhet ishte një plan tërësor zhvillimor. Dhe duke pas një plan tërësor zhvillimor, do të harmonizoheshe mirë lugina e Shkumbinit me rrugën dhe me ndërtimet, që kjo rrugë mos konceptoheshe thjesht një rrugë kalimi, të kalojnë të huaj, të vendas, por të konceptoheshe një rrugë kalim-dalimi, pra të shfrytëzoheshe edhe për turizëm, agroturizëm. Vendi jonë është i mrekullueshëm. Po çfarë bëjmë ne? Unë ju dëgjova me vëmendje. Dëgjova dhe për ato mbetje urbane që hidhen nga zonat rurale apo në qytet. Janë gjëja më e vogël që ato nuk duhet ndodhin, sepse ne duhet të iluminojmë dhe qytetarët dhe fshatarët, domethënë se si mundet ata ta dërgojnë atë mbetjen ke vendi i caktuar. Por kjo vjen një ditë dekompozohet dhe vetvetiu. Po çfarë do i bëjmë luginës Shkumbinit? Çfarë do i bëjmë urave? Çfarë do i bëjmë rrugës? Se flitet miliona dollar. Ja çfarë ndodhi te arrat e Gurrës. U ndërpre gjysma e Shqipërisë, s'kishte nevojë për luftë. Ja lufta ishte, të bllokoj gjysmën e Shqipërisë, u mbyll çështja. Po çfarë ka ndodhur për mjedisin atje? Po çfarë ka ndodhur gjithë kësaj lugine për mjedisin? Prandaj
unë, sepse ne edhe po diskutonim në bisedë të lirë pa ardhur juve, që duhet të jemi, do me thënë njerëz që nuk duhet të jemi kaq agresiv në treguar të vërtetën, sepse bëjmë jetën të padurueshme këtu. Në fakt jeta është bërë e padurueshme, përderisa sot ne që jemi këtu, jemi të gjithë, do me thënë përveç asaj vajzës, jemi të gjithë të 50 më larg. Pra, çdo të thotë, ku janë të rinj? Kush do e mirë menaxhoj këtë mjedis nesër? Edhe disa të rinj që kanë mbetur këtu, edhe ata duan të ikin. Po pse duan të ikin? Pse nuk i plotson kushtet, komponentët ky vend? I plotson. Por në fakt, ata duan të ikin sepse nuk shikojnë shpresë. Politika është bllokuar. Ne nuk kemi mundësi ta zhbllokojmë, por mundësi kemi ta themi, ta ngrem atje ku duhet. Se shumë bukur thatë ju. Ne mbase nuk kemi parat e dukura për të shoh, por për të trokitur në çdo derë keni mundësinë. Aq më tepër që jeni në kryeqendrën e vendit. Por edhe liberalët nuk duhet ta shikoni si periferi. Duhet ta shikoni si të integruar me kryeqytetin e vendit, sepse është një vend i mrekullueshëm në zemra e Shqipërisë, edhe këtu është një korridor kalimi, nuk është thjesht korridor mjedisor, por kalimi që na lidh me zonat e tjera, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë. Edhe një herë unë dua t'ju falenderoj për këto nisma, por do të kërkoja që këto që vini prej nesh ti materializoni dhe herës tjetër të jeni konkret, sepse në qoftë se ne do të rrimë thjesht në kuadrin e fjalëve, çfarë do të bëjmë? Asgjë. Çfarë do bëjmë sot ne? Të dalim të gjithë bashkë aty dhe të shikojmë luginën e Shkumbinit, të shikojmë shtratin e Shkumbinit, se si është bërë. Çfarë duhet themi? Çfarë do bëj ai turisti italian, apo ai turisti francez, apo çfarë do shikojë? Po në qoftë se ky investim miliona dollarësh do ishte integruar, që ajo luginë e Shkumbinit të ishte e aksesueshme, edhe për notën, edhe për rafting. Pra, për të gjitha këto, janë të gjithë. Unë po shikoj, në fakt në Bashkinë e Liberalit, duhet të themi ato të vërtetën, në qytet është punuar. Por problemi është nuk vjen vetëm me luljen e qytetit, domethënë zhvillimi i zonës. Zhvillimi i zonës do dhe njëherë plan tërësor zhvillimor, duke pas edhe indicjen tuaj që të bisedoni me autoritetet, qoftë të Liberalit, qoftë të Elbasanit. Do zoti, do shkoj ashtu si duhet edhe reforma territoriale që të ketë shtrirje, se s'mund të themi, domethënë po e çoj rrugën deri në policë edhe s'de kaloj Sopot. Pra, se si do harmonizohet, s'mund të themi te kaloj Sopot e s'po shkoj në Zavallin. Pra, sepse është një bashki tjetër. Atëherë duhet një zyrë me të vërtet strategjike për menaxhimin e territorit. Edhe herë ju falenderoj. Këto kisha. Nuk e kam për të dekurajuar, e kam për të inspiruar një të vërtet dhe një të ardhme për më të mirë.